Mendoj që në interes të shtetit, të qytetarit të Republikës, është që këto dy parti, me që kanë vetëm në alternativë, se parti tjera kanë refuzuar parlamentare, pra kanë refuzuar takimet me fituesin e zgjedhjeve, në këtë rast kryeministin e detyrë dhe partinë e tij dhe koalicionin e tij, është që të arrinë një marrëveshje domosdoshme. Pra një marrëveshje qoftë gjithë përfshirëse për presidentin dhe për bashkëqeverisje, qoftë vetëm për presidentin, do duhet të arrihej dhe në këtë rast nga ajo që kemi pa nga takimi djeshëm, përshtypjet e para janë që nuk ka qartësi të mjaftueshme nga të dy palët, përkundër faktit që kanë shprehur gatishmëri që të vazhdojnë, të merren vesh, të mos shkohet në zgjedhje, megjithatë në ndërkohë janë disa shprehje aty dhe tokë fjalësh të cilët nuk na bëjnë të sigurt që e kanë seriozisht këto dy parti. Por duhet ta kuptojnë që është momenti i fundit të fundit që ta kenë dhe alternativa vetme, siç thash më parë, që ta bëjnë një marrëveshje dhe të mos lejojnë që vendet shkojnë zgjedhje të tjera të radhës, të vazhdojë kriza për të përthelluar dhe të vazhdojnë grindjet e partive, polarizimi i popullit dhe pasojat për vendin. Pasojat jashtëzakonisht negative në aspektin e humbjes së reputacionit, prestigjit, të imazhit të këtij vendi dhe humbjes së miliona eurove që janë të paraparë me planin e rritjes dhe nga grantet e Bashkimit Evropian. Pra është momenti i fundit që këta shkurtimisht 3 orë kanë qenë dhe për 3 orë që ka maftuar asgjë faktikisht, ndërkohë që këtu duhet edhe mund të arrihet një marrëveshje për 2 orë, më pak se 3 dhe marrëveshja tjetë e tillë që ta kemi presidentin, ta kemi parlamentin dhe ta kemi qeverinë. Pra, do duhet të kemi institucionet dhe këtyre dy partive ju ka ra barra. Nëse nuk pranojnë ose bëjnë lojra politike, do dalin shesh kësaj radhe, nuk do të mund shifet as subjekti fituesi i zgjedhjeve për t'ia lënë fajin opozitës dhe as partia tjetër opozitare në këtë rast LDK-ja t'ia lë fajin fituesit të zgjedhjeve. Do të del në shesh që kush është fajtor për arsye që po shkojmë zgjedhje të reja, ndërkohë që votuesi ka dëshkuar këto parti të gjitha me radhë, zgjedhjet e fundit dhe ju ka dhënë mësim eleksion dhe ka kërkuar që duke abstenuar në masë të madhe që të gjejnë një rrugë zgjidhje, të bëjnë një marrëveshje, të jenë bashkë për interesat të shtetit dhe të formojnë institucionet.